Është një lloj biznesi që të bën miliarder brenda një viti. Diferenca e gjeneratës së re, pra flasim për gjeneratën e re të multimilionerëve në botë, është fakti që edhe tregu ka ndryshuar, pra ti mund të operosh edhe në Shqipëri dhe në qoftë se ti ke një inovacion, një startup, shkalla e rritjes është shumë herë më e shpejtë dhe më e madhe se sa me këto lloje biznesesh tradicionale, dhe është ajo komponenti i biznesit të shkallëzueshëm, ndoshta profesoresha mund ta shpjegojë edhe më mirë, pra ti e nis me një inovacion, me një aplikacion, me një platformë, me një ide, kosto fillestar është ajo që është, por nuk të pengon shkalla e përdoruesve dhe ti mund të depërtosh dhe një treg global në mënyrë të menjëhershme krahasuar me një biznes tradicional. Vetëm është një gjë në Shqipëri që nuk ka aq shumë akses në treg dhe në kapital, sa që kanë këta që operojnë. Tregu në Shqipëri nuk është i strukturuar mirë, ka mundësi. Në pjesën e dytë do ta prek pak, ka një ndryshim bizneset. Deri para 10 vjetësh në listën e Forbes botërore ishin kryesisht biznesmen tradicional. Njerëz që vinin nga retaili kryesisht, domethënë Walmarti, familja Walmarti, njerëz që kishin shitjet me pakicë, ndërkohë sot ti ke krejtësisht një kërcim tjetër. Teknologjia është nivelet e para. Top 10, domethënë 10 më të pasurit e botës përveç dy persona janë të gjithë të vinë nga fusha e teknologjisë. Dhe tjetra është që për të pasuruar, për të bërë miliarder, duhet një kohë më e gjatë. Lista pare Forbesit në 84, në 82 ka pasur 80 miliarder. A mundës edhe shifër për sa i përket listës të Forbesit për të vit edhe të teknologjisë? Mbarove, Luiza? Alma? 10 emra. Brezi im ka vetëm 3 pyetje për secilin prej tyre. E para është me sa lek në xhep e nisën gjithçka. Ti them unë. Zamirmani $150, Bexhet Pacolli me 3 marka. Avni Orllati me 0, ka qenë 16. Edhe Zamirmane, se ky nuk është më sekret se është parashkruar. Edhe Shefqet Kastrati kanë bërë tregti ilegale në kohë të komunizmit. Zamiri merrte syze që i sillnin marinarët i shiste në universitet dhe fitonte lek. Aq lek sa fitoshin, edhe qeti bënde në i punë të vogël. Kontrabanda është në zemër të biznesit. Ishte kështu që të dy nuk ishin fenomene të rastësishme. Që në 5 vitet e fundit komunizmit kishin filluar bubronin me... Po, shiteshin roba, Po, roba syze. Edhe Tandulaku ka qenë që atëre shumë aktiv. Po. Sa para në xhep? Pyetja e dytë është si u bë 1 milion shqiptar. Dhe pyetja e tretë është çfarë vlere kanë çuar në vendin nga u cili u nisën. Se po ta shohim, të paktën Zamirmane me që nisën me sketën e tij, ka pasur një dëshirë gjithashtu që me kohën të ndërtojë dhe një platformë për të ndërlidhur gjithë biznesmenët në përballë shqiptar. Po, ka thënë edhe për vetë biznese, një vlerë €500.000 për ta ndërtuar këtë platformë, pra dalin përtej vetes edhe pasurimit të gjithçkaje. Këtu shkojmë në shtimin e vlerës të gjithë rrugës që është bërë. Ajo që mua më impresionon është Mira Murati. Vajza 2 mësuesve nga Vlora, 16 vjeç, fiton një bursë edhe shkon drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bën një kapërcim nga Kanadaja në Pekin dhe nga Pekini kthehet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është nga 50 gradë erdhi një të premte tha në shtëpi shumë e mërzitur në drek. Unë mendoj që ishte në vitin e dytë, fuqia e teknologjisë për gjithë. Erdhi 16 vjeç, ultha dhe s'donte të hante dhe unë e pyeta pse s'do të hash, se tha mora vesh tani që ditën e hënë bëhet një konkurs në ambasadë amerikane. Po unë nuk jam regjistruar dot, sepse tani jemi vonë, po se regjistrimi bëjmë duket online. I thë duhet certifikat, duhet edhe jëma, mori atë të gjendjes civile, e hapi gjendjen civile jashtë orarit se kështë që nxënës si saj, ja dha certifikatën dhe të hënën mas 3 ditësh ajo doli e para në konkurs dhe merë. Mund mos ta kështë marrë, me gjitha dhe një rrugë do të gjente për të... Mira Murati nuk ka studiu teknologjia, jo ka mbaru matematikë dhe inxhinieri mekanik. Pastaj u transferuan në Tokyo një vit. Pata një tentativë sot të telefonoj babajnë e Mira Muratit, zotin Angjull Murati. Edhe pasi mesazhi arritëm të komunikonim dhe në telefonat e si pra jeton në Itali, së bashku me djalin. Ajo që kuptova është... Me vajzën, djali është bashkë me Mirën. Ajo që kuptova është që do t'jeti distancuar, sepse tha dashur pa dashur, gjithçka që themi ne për Mirën, dhe pse ajo është në top 50 e grave më të pushtetshme në botë, mund të shkaktoj asaj shqetësim. Kështu që do preferoja po dhe ajo vetë ka zgjedhur të mos dali, mos bëj shumë. Pranon që është shqiptare, por që nuk flet për drejt për drejt për Shqipërinë dhe Vlorën. Ajo tani është në një trend global, nuk ka nevojë, ajo nuk e ka bërë as biznesin Shqipëri, as falë Shqipërisë. Nuk i detyrohet. Ajo në Forbes do futet investitorë amerikanë. Në Forbes ajo janë shumë të kujdesshëm se ne zmadhojmë, amplifikojmë, inflatojmë çdo gjë dhe mundet që pa dashur
Ti bi në vesh njeriu ta shqetësoj se gjithë kanë çfarë ti bëj. Në përgjithësi po të bësh rejnë, të gjithë njerëzit e mdhej të tekut, po themi. Janë diskret. Janë diskret, nuk lidhen shumë me komësit, nuk kanë sepse ata janë personat global. Janë sekt në vetëm. Po, janë sekt në vetëm, dhe janë sekt global. Ata kanë një mendje të veçantë, nuk mendojnë dhe nuk përqasen. Tani, po ti parësh ta personazhe shumë e çuditshëm, se do i kthehem thash, i kam skedat 1 për 1. Po ti shofësh, Zamire Shefqeti kanë qenë kushtet tjera në Shqipëri, sepse s'kan pas nevoj. Po ti, Bexheti, Hari Bajraktari, Sall Rusi, për shembull, janë marrë, tash spunmi edhe Sadi, janë marrë me Shqipërinë e me Kosovën, sa kanë mundur në vendet ku ata kanë qenë. Kanë paguar para Bexheti, nuk e di sa njohje i ka dhënë Kosovës vetëm Bexheti? Vallai shumë i ka dhënë, megjithëse ato njohjet janë, cilat dikush kontribuon 70%, pastaj vjen disa që kontribuojnë 5%. Po nëse kanë hyrë në politikë. Mbi 50 i ka dhënë Bexheti vetë. Besoj se po, e kupton, aty nuk egzageron rëndësinë e vet. Jo, nuk egzageron, po do të njerëz tani është humbje kohe të shkosh të marrësh. Ajo që thua ti Blendi është që po ti vësh re të pasurit shqiptar, këta të huajt një çik më pak do thoja unë, mbasi pasurohen, plotësohen, arrin shumë gjëra. Fillon ju pëlqen shumë dhe politika dhe duan dhe një lloj arritjen politik. Bile ka nga ata që ka ndodhur me Donald Trumpin. Ka edhe nga ata, po mirë një është nuk është masive. Ai ka qenë protagonist që 107. Mos u merr me të, ai është. Edhe fakti që ka punësuar 4.500 shqiptar të Kosovës gjatë represionit serb. Kush? Bexheti veçon edhe faktin që ka punësuar 4.500 shqiptar të Kosovës gjatë represionit serb. Ka pasur Bexheti biznes në Kosovë më rezultat. Jo, punësimin e në vend tjetër. Në vende tjera. Rrogat vinin ata lëvizën edhe. Po, mirë, po edhe në Zvicër ai ka quar. Vendi te filantropia, që unë mendoj që është e rëndësishme edhe për ta vijuar mendimin, se tani ne themi që këta janë njerëz pasur dhe shumë mirë që janë pasur, familjes së tyre, rrethit të tyre i sjellin vlera. Por tani, çfarë është e rëndësishme që ne të bëjmë pyetje për ta njerëz të pasur është çështja si sillen këta me partnerët e tyre. E kam të soda kalojmë brapa, ti bëj një shqiptim. Atëherë, Nazif Destani dhe familja Destani ka një kontribut shumë të madh në Maqedoninë e Veriut dhe në zonën e Pollogut, sepse ata vinë nga Tetova, dhe realisht kanë një lidhje shumë të madhe me komunitetin. Në fakt, është pak vështirë që në fakt nga vendi ku vjen, ata njerëz të kenë respekt për ty. Dhe kjo ndodh, domethënë, si thonë asaj në fshatin tënd asnjëherë nuk respektohesh, ndosë mund të jesh me famë ndërkombëtare, por në rastin e familjes Destani ka ndodhur e kundra. Po të pyesësh dhe të shohësh, ka jashtëzakonisht shumë respekt për ta, sepse ata kanë arritur shumë të kthejnë në komunitet, me bursa të ndryshme, me punësime të ndryshme, sidomos për sa i përket kontratave që ata kanë në Afganistan, në Irak apo në Afrikë, kanë vërtet punësuar shumë shqiptarë të Maqedonisë së Veriut. Ata sot janë në Mali, një nga vendet më të rrezikshme të globit. Tani unë po t'rregoj histori personale. Në 2002, në fillim të 2002, ndoshta datën mund mos i misak, po që viti 2002 e sigurt, udhëtuam për në Afganistan. Afganistani ishte një katraur. Në qytetin e Kabulit nuk ishte asnjë restorant, asnjë hotel, asnjë bar, asnjë gjë. Ne flinim kontenier çeliku në oborrin e ambasadorit turk. Turqia ishte i vetmi vend që kishte ambasador, as amerikanët nuk kishin çuar ambasador. Dhe ekipi shqiptar që ishte bashkuar paqëruesve, që ishte rreth 30 veta dhe rrinin në aeroportin e Kabulit, sa po dëgjuan krisma, thanë duhet jenë të destanët dhe u shqetësuan. Ata kishin shkuar në Afganistan, ku nuk kishte njeri të kontrollet, nuk kishte rrugë, ma është qyteti më i frikshëm. Ata ishin vendosur atje dhe kur ne shkuam, na pritën në atë magazinën e madhe, ku hapën ca Coca-Cola, ca kikirik, ku kishte Coca-Cola, kikirik ati? Edhe kishim vënd dhe flamurin shqiptar, flamurin amerikan, edhe flamurin gjerman duket i kishin bashkë. Pra, këta hynë në ca riskje që asnjë kompani amerikane nuk riskonte. Ato i morën pengë dhe të sa punëtorë që shpëtoj Bexheti, përse që morën pengë këta talibanët. Këtyre ishin? Duhet se edhe shembullin e klubit futbollit Shkëndia. Do me thënë, e kanë marrë nga klubin e futbollit Shkëndia të Tetovës, e kanë marrë nga një gjë falimentimi dhe brenda 7 deri në 10 vjetësh sot Shkëndia los, do me thënë, në Champions League. Është kualifikuar për lozun Champions League dhe është kandidate po kështu për fituar në ligën maqedonëse të futbollit. Do me thënë, kjo kthimi, kjo nuk është e të gjithë të pasur. Kjo mendoj që nuk është e të gjithë të pasur. Kjo është një lloj kontributi. Kjo është një lloj kontributi për komunitetin. Dhe unë mendoj që të paktën për këtë familje kontributi ka qenë real. Ujeza,
për ty dhe për Almën, pa iqeni Mira Muratin, që është dhe më afër bezë. Kush duket më interesant nga personazhet? Po dyshim presidenti ka historitë më të veçanta si... Pacolli? Po. Nuk e di unë, sigur jeton në aventurë. Ka që ditur ky aventur Ja, Alma, po dy? Unë do të shamane, e kam ndjekur me shumë kujdes historinë edhe më ka bërë shumë përshtypje fakti që kur është pyetur se përse nuk do t'i mbyll të gjitha veprimtari tani, nëse do ishte dorë tani nga çfarë do friksojë më shumë, apo fakti është se çfarë mban të angazhuar ende loj kur bën kaq para. Që tha, unë kam frikë se mos ju mpas të gjitha nëse ndaloj së punuari sot. Një, e dyta ishte fakti që t'i shtojmë vlerëta, ishtoj vlerë se shoqëria me këtë që unë bërë. Ka dy gjëra, vetëm dy gjëra. E para, këta nuk punojnë më për para, punojnë për sfidë. Gjithë ata pastaj tjera t'i ka numra. Dikur ai thot ka 400 miliard Elon Musku, ata punojnë për sfidë. E dyta, Mane, Shefqeti pak më herët, janë rritur Shqipërinë e viteve 70-80 dhe frika që mund t'i humbësh, gjën që ke fituar, nuk ju shqitet gjithë jetën.